Shikues të dashur, përshëndetje. Sot një mëngjes i bukur dhe do kemi një bisedë shumë të këndshme me një morgjimtar nga Suedia. Nuk mund të them se është morgjimtar, por është një autor shumë i njohur dhe është Sokol Demaku. Pra, na ndiqni me një material në vijim. Përshëndetje shikues e Alsat. Është kënaqësi që t'jem sërish në mesin tuaj, për arsye se Alsat është bërë një shtëpi e dytë e imja me prezantimin e punës, kulturës, traditës dhe gjitha aktiviteteve që ne në Suedi si Margat shqiptare bëjmë. Sot jam këtu në Shkup dhe do flas për disa aktivitete të cilat ndoshta deri më tani nuk kemi arritur të prezantojmë në programet e Alsatit. Do të ndalim në dy çështje kryesore të cilat janë edhe thelbësore për ne shqiptarët apo për margatën shqiptare në Suedi dhe në qytetin ku unë aty jetoj në Boros. Do flas pak më tepër për Radio 2 Turin, një radio në gjuhën shqipe, e cila ka filluar programin e saj që në vitin 2007 dhe edhe sot transmeton programin e saj në gjuhën shqipe. Pastaj do ndalemi në botimin e revistës Dituria, po të njëjtin emër sikur Radio Dituria, e cila botimin e saj ka filluar dhe kjo në vitin 2007 me rastin e themelimit të Qendrës Kulturore Shqiptare Migjerin e Boros të Suedisë. Çka është Radio Tuturia? Kush është Radio Tuturia? Çka prezanton Radio Tuturia? Çka bën ajo? Këtu ndoshta do të jenë ato pyetjet për të cilat do të ndalem edhe do të jap një shpjegim të shkurt, pastaj te revista Dituria. Radio Dituria, si thash, është themeluar me 28 shkurt të vitit 2007 në kohën e shpalljes se Qendrës Kulturore Shqiptare Migjerin e Boros të Suedisë, një shoqat shqiptare e cila mbledh shqiptarët apo margatën shqiptare, pa marrë parasysh nga cili vend nga Ballkani vijnë atje në Suedi. Parasysh në kodët Qendrës Kulturore Shqiptare Migjerin e Boros kemi shqiptar nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, nga Malizi, nga Lugina atje apo Kosova Lindore si po i thonë. Pra kemi një miks të shqiptarëve në kuadër të Qendrës Kulturore Shqiptare Migjerin e Boros të Suedisë. E atëherë, një organ më apo më rëndësishëm i Qendrës Kulturore Shqiptare Migjerin është Radio Dituria. Aja transmeton një program një herë në javë, nga një orë, ditëve të mërkura nga ora 18 deri në 19 në radiovalet suedeze 92.5 MHz, ndërsa nga viti 2010 është në internet dhe përcillet në gjithë botën. Është interesant se në kuadër të programit të radios politika është e papranueshme. Ka programet kulturore, aktivitetet të shoqatave kulturore shqiptare në Suedi, aktivitetet e shkollave, parasysh se shkollë shqipe në Suedi s'ka, po mësimit të gjuhës shqipe në shkollat suedeze. Qëllimi është që t'i ndihmojmë edhe fëmijët, po edhe prindrit në realizimin e mbajtjes së mësimit të gjuhës shqipe apo organizimit të mësimit të gjuhës shqipe në shkollat suedeze. Ka një redaksi prej 5 personave, unë jam ai personi kryesor apo organizatori kryesor i kësaj, kam një kryeredaktor, një redaktor dhe kam 3 gazetarë të cilët merren me punën e Radio Diturisë. Kemi edhe programin për fëmijë ku vetë fëmijët e realizojnë dhe e transmetojnë programin e tyre prej 15 minuta çdo të mërkurë. Me lexim prallash, lexim poezish apo biseda me kolegët apo shokët e tyre, të moshatarët e tyre, në mënyrë që edhe fëmijët e tjerë, pa marrë parasysh kur janë ata, ta ndinë veten se edhe atje po flitet të gjuha shqipe. Këto janë ato aktivitetet kryesore të Radio Diturisë. E thash, dëgjohet në internet, momentalisht shkon përmes faqes së Qendrës Kulturore Shqiptare Migjerin e Boros të Suedisë, që është www.migjeni.se, edhe një vizë lidhëse Radio Dituria. Aty të gjithë mund t'i gjejnë valët e Radio Diturisë çdo të mërkurë dhe nga ora 18 deri në 19 të përcjellin informacionet që sjell redaksia e Radio Diturisë për shqiptarët pa marrë parasysh ku ata janë. Mirë, po ajo kryesore ka qenë revista Dituria, parasysh se përmes saj qëllimi ka qenë të mbledhim informacione për gjuhën shqipe dhe ta transmetojmë të fëmijët tanë dhe të prindrit tanë. Ka qenë si ndihmëse prindve, po dhe fëmijëve. Parasysh se dikuj ka mungu gjuha suedeze, dikuj i mungon gjuha shqipe, atëherë të bëjmë një kombinim edhe të mundohemi ta ndihmojmë secilin nga pak. Kemi bashkëpunim me shkrimtar nga Shqipëria, kemi bashkëpunim me shkrimtar nga Kosova,
nga Maqedonia e Veriut, po edhe nga vise tjera shqiptare ku flitet dhe shkruhet në gjuhën shqipe. Parasysh se është interesant, kemi një larmëni të botimeve në faqet e revistës Editoria. Aja del me 250 ekzemplarë në muaj, në 24 faqe, ku kemi tregime, kemi informacione kulturore, poezi, humor, po kemi edhe një çështje që është shumë më rëndësi për ne. Shkojmë nga ajo se shteti suedez është një ndër shtetet më liberale kur është çështja të huajt, dhe ajo ka botu një udhëzues se si të punohet me fëmijët e ardhur në Suedi dhe si të ndihmohet aty në realizimin e gjuhës samtare apo mësimin e gjuhës samtare në Suedi. Dhe për çdo numër ne marrim informacione nga këto buletinet të cilat boton enti shkollave suedeze dhe transmetojmë në revistën Editoria në mënyrë që edhe prind ta kuptojnë rëndësinë e mësimit të gjuhës shqipe, po dhe vetë fëmijët ta kuptojnë rëndësinë e mësimit të gjuhës shqipe në shkollën suedeze. Kjo është ajo vlera e madhe që mendojmë ne se revista Editoria bën për margatën shqiptare në Suedi. Është interesant të themi se kemi edhe një çështje që është, kur jemi te fëmija, është shumë me rëndësi që nga viti 2009 Qendra Kulturës Shqiptare Migjeni në Boros ka filluar një aktivitet ku don të grumbulloj apo të mbledh fëmijët shqiptarë dhe t'ua prezantoj traditat të cilat ne kemi pas këtu në vendlindje. Ajo traditë është e njëjtë pothuajse edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut, po edhe në pjesë tjera shqiptare. Kremtimi i vitit të ri. Është një dallim tash atje, për arsye se te suedez viti i ri fetohet shumë pak, ndërsa më shumë festojnë Krishtlindjen. Mirë, po është interesant, ne shkojmë nga ajo që të bëhet festa e dy festë. Të këntuhet Krishtlindjet, po të këntuhet edhe festa e vitit të ri në të njëjtën kohë. Dhe ne kemi quajtur këtë manifestim apo këtë aktivitet kulturor për fëmijët shqiptarë në Boros të Suedis, Babadimri nga Kosova për fëmijët shqiptarë në Suedi. Dhe kjo është ajo kryesorja për të cilën ne jemi angazhuar. Qendra Kulturës Shqiptare për çdo vjet siguron 100 ekzemplar librash, siguron edhe nga pak karamele për fëmijët, dhe Babadimri, i cili improvizohet se vjen nga Kosova, u shpërndar fëmijëve librat edhe karamelet. Qëllimi jonë është që për arsye se çdo kohë jo vetëm në Kosovë këtu, po edhe në pjesë tjera ka filluar që gjuha apo leximi i librit të jetë i dorës së dytë. E qëllimi i Qendrës Kulturës Shqiptare Migjeni ka qenë që përmes librit që do t'ju dhurohet fëmijëve të rikthehet ajo dëshira për lexim dhe gjuha shqipe të jetë aktuale dhe të fëmija mos të harrohet ajo. Këtu e në disa aktivitetet të cilat besoj se ne nuk i kemi përmend. Edhe kanë vlerën për arsye se janë gjëra interesante dhe janë gjëra të cilat janë aktuale për neve dhe duhet t'i çojmë më tutje. Projektin Babadimri nga Kosovë për fëmijët shqiptarë ne mendojmë se do ta vazhdojmë më tutje për arsye se kemi fëmijë të cilët ndoshta nuk e kanë përjetuar atë dhe duhet ta mbajmë edhe vite të tjera në vazhdim në mënyrë që fëmijëve t'u dhurojmë nga një dhuratë. Më kujtohet herën e dytë kur e kemi pas këtë manifestim, televizioni suedez, programi numër 4 është një ndër televizionet më të shikueshme në Suedi, ishte dhe bani xhirimin e këtij programi dhe transmetoi mbrëmje në atë emisionin informativ më të shikuar në orën 8 mbrëmje, në orën 20, dhe kishin përcjell shqiptarë nga gjithë Suedia atje dhe diku nga ora 10 mbrëmje një non nga një qytet një 300 km nga Borosi, më thënë telefon, thëtë Sokol, thëmë, unë non, thëtë, a u këthy Babadimri nga Kosova, a u shtatë në Suedi, thëtë, fatkeqësisht është këthyje, kishëm pas dëshirë tjetë në stëros të fëmijët tanë të sjell pak dhurata. Qëllimi është me e ba ma mirë atë. Është interesant se ne shkojmë edhe me aktivitete tjera, kemi bashkëpunim me shoqata tjera shqiptare të cilat janë në Suedi dhe mundohemi që secilit i ndihmojnë në atë aspektin ku e thash edhe që është qëllimi kryesor i joni leximi i literaturës shqipe për fëmijët shqiptarë në Suedi.